Algit Samuri 7 vjeç humbi jetën ditën e sotme teksa kishte ardhur në shkollën Suleman Ranci këtu në Mëngël të Elbasanit për të përcjell motrën së bashku me nënën dhe vetë do vinte për shkollë turni 2. Ishte në klasën e parë të kësaj shkolle 9-vjeçare, e cila nuk është larg nga qyteti i Elbasanit, ndërkohë nga ana tjetër duhet kujtoj faktin se këtu është një zonë e cila do duhet ishte për lëvizjen e kufizuar të shpejtësisë, e veçanërisht për shkak se këtu ka shumë lëvizje të fëmijëve. Dhe po ta shikoni sinjalistikën, shikoni se si është një sinjalistikë e cila është vendosur vitet e fundit, por e cila duket se është e sajuar. Po të shikoni telat mbrojtës, po të shikoni edhe pjesën tjetër, nuk ka një korridor kufizimi lëvizje për fëmijët, pasi shikoni ku keni vizat e bardha dhe shikoni ku janë kangjëllat kufizuese. Këtu do jep mundësinë për të dalë në rrugë menjëherë dhe për të mos e frenuar lëvizjen paktën dhe për të mos e kontrolluar shpejtësinë. Fëmijët sidomos gjatë momentit kur vinë për në shkollë dhe momentit kur dalin nga shkolla. Një rrugë të cilën ti nuk e kupton dot se ka vërtet apo s'ka nevojë për ta ulur dhe për ta orientuar shpejtësinë nga ana e personave të cilët drejtojnë automjetet. A që e ke që se i me shpejtësi? E shoh që eci me shpejtësi dhe motora, ka? Po ju e kaloni për ditë këtë rrugë? Ku jam shpejt. Po e keni frikë çdo ditë se unë nuk shoh. Domethënë përveç sa trotuareve aty unë nuk shoh asgjë këtu. Jo thata. Nuk frikë se jam pensionist. Ne dalë çdo ditë qytet. Po vi shtëpi te Uralizës, ka i ketë të frikë vi. Them shiqyr që erdh. Shiqyr që erdha. Shiqyr që erdha shtëpi. Po për ka ndodhur aksidente më përpara. Sa dushe. E keni ngritë zërin si banor? Kush shpyta vajdash. Se ke ngrizani që të bëjmë. Ne do shpëtojmë kur të dali rruga ne. Ku do dalë? Rruga do dali bypass. A, kur të bëtë bypass? Kur dali labinot fuqi do dali ti në shkollë. Atëherë do shpëtojmë. Kjo do ngelet rrugë ruale. Pra, këtu rruga është e rrezikshme edhe për të rriturit, jo vetëm për fëmijët. Po, ke frikë se i zë gjumi shoferit, rrugë e largët, ka baba ki. E vrau njët më shumë me gjithë nipi. I morë makina për pari. Pare një 5 vjetësh. Ka hambra të Uralizë. I mori për para makina, e zhu gjumi shoferit ti morë. Po këtu me fëmin? Dhe? Me këtu me fëmin tani, mendon se mund do ketë sensibilizim? Me televizje që, por ditë mund ketë. Mund të ketë. Me frikë gjithë, Me frikë gjithë. Se ju pashi po vinit nga larg, po vinit në kom duke u rujt nga makina. Pra, për ta kalu këtë rrugë është shumë e rrezikshme, duhet mendohesh 3 herë. Është shumë e rrezikshme. Ne do shpëtojmë. Po kur ajo do vite për të bërë. Ajo do vite për të bërë. Por do? Do shumë vite për të bërë ajo si rrugë. Ai si që sa ba projekte akoma. Nuk ka gjatë kjo për kaq lëvizje. Po. Ja, shiko ku i keja. Po natë. A që e keqe se ne shikar... S'pas ka asë ndryqim për natën këtu. Shikoj unë duke qenë rrugën... E i herë rrallë me këtë dritë do t'a bëjmë... Me këtë dritën këtu? Po është zonë ku ka mira shtëpi, si s'ka as nga ana tjetër. Faleminderit dhe shpresojmë të ketë zgjidhje dhe mos ketë më viktima, se gjuna fëmia, e gjuna prindrit, e për gjithë. Ishe në ngushtë. Kanë lënë, ka fëmijë tjerë, familja përveç këtij djali? Po nuk zëvendësohet. Nuk zëvendësohet, sigurisht, po them sa fëmijë tjerë ka. Harroje se janë vetë prindër, nuk kam pas vetë fatkeqësi. Nuk zëvendësohet. Nuk zëvendësohet. Harroje. Dhimbje e madhe për të gjithë atje. Unë digi djalë 10 vjeç? Nga se? Qemie që është në qemie, ju frikë koka, vine të frikë të merë është vine të aso të hanje, dhe qërë dhe Macedoni, e thash, nuk pa dhe ma. Hot gruja, e ma gjetë në Zotit, sa besimtari, se ma kështë gjetë, unë dhibja fund jetës. Edhe unë kam qarë, sprove madhe. E të rrugë, qarë. Ke fëmijë tani?
Ti kesh me jetë. Me gjithë këto. Shikues të emisionit Uniko, siç e shikoni, situata është e rënduar tek banorët, të cilët e kanë ngritur këtë shqetësim edhe më përpara për pjesën e sigurisë në rrugë. Morëm një banor të zonës, i cili na tregon frikën e tij të përditshme, po si ky janë shumë të tjerë, kur kalojnë në rrugën këtu ku që s'ka trotuar dhe pa mundësinë për ta patur të kufizuar shpejtësinë e automjeteve. Siç po theksoja, këtu në këtë zonë, përveç se disa kangjellave të cilat janë vendosur atje pranë shkollës, për shkak të aksidenteve të ndryshme që janë shkaktuar, nuk ka patur një reagim për ta plotësuar këtë rrugë sipas standardeve të nevojshme. Segmenti rrugor nuk është ndërtuar sipas konceptit modern të korridorit të sigurisë së shkollës. Në standardet bashkëkohore europiane, në shkolla pranë aksit kombëtar duhet ketë hyrje të mbrojtur, korridor kombësorësh, kanalizim të lëvizjes, kontroll fizik të shpejtësisë dhe pika të sigurta të kalimit. Dhe rruga, ajo që na rezulton, pasi kemi folur dhe me ekspertë të ndryshëm, na rezulton se rruga nuk është e projektuar ose e adaptuar për praninë intensive të nxënësve dhe të kalimtarëve në zonë. Drejtuesit nuk detyrohen fizikisht të reduktojnë shpejtësinë në zonë, përveç atyre policëve të trafiku që ju tregova pak më poshtë, dhe ato janë jashtë standardit të kërkuar të standardeve të Bashkimit Evropian, dhe kombësorët mbeten të ekspozuar drejt për drejt ndaj trafikut urban në zonë. Siç e shikoni dhe zotrin nga krahu tjetër, apo të shikoni, është drejt për drejt i rrezikuar se ka mungesë të trotuareve. Lëre më të flasim për kalimin nga njëri krah i rrugës në krahun tjetër, kur po flasim për zona të banuara. Dhe ajo për cilën po tregoja, po shikoni dhe trotuarët, atje janë në një standard tërësisht të papranueshëm. Edhe kangjellat atje. Është një tabel këtu 30 km/h, por shikoni, dhe vizimet të cilat do duhet ishin, shikoni që janë fshirë. Kjo e bën rrugën të rrezikshme për kombësorët në radh parë, kjo e bën rrugën të rrezikshme për drejtuesit e mjeteve të cilët kalojnë në këtë zonë, sepse rruga të jep mundësinë që mos ta kufizosh shpejtësinë. Nuk ka ngushtim korsie për të kuptuar se ka banor dhe kombësor. Nuk ka element optik qetësues për drejtuesit e automjeteve. Pasi kalojnë ishullin e trafikut të fundit në zonë, tendenca është për t'i dhënë shpejtësi automjetit. Dhe siç e shikoni, nuk ka më një tabel orientuese pas këtij momenti këtu tek polica e shtrirë, se me sa duhet lëvizin automjetet në pjesën tjetër, pavarësisht se pjesa tjetër është sërish një zonë urbane, sërish një zonë ku ka fluks të lartë të lëvizjes së banorëve. Dhe si pasojë e gjithë këtyre problematikave, rruga perceptohet si një aks tranziti i lirë dhe i pa kufizuar dhe i pa ngadalësuar. Dhe ajo që duhet të themi tjetër, dhe do t'ja u tregoj edhe me foto tani, është se si do duhet të ishte. Shikoni se si do duhet të ishte standardi i sigurisë në perimetrin e lëvizjes pranë shkollës. Shikoni se si duhet të jetë. Duhet ketë hyrje të mbrojtura, duhet ketë korridor kombësorësh,
ku trotuari i gjerë tjetë dhe i mbrojtur, dhe po ta shikoni në hyrjen e shkollës nga vizat e bardha deri tek ku janë kangjellat ka një distancë të madhe. Po të shikoni se si janë në zonë, në standardin që do duhet të jenë, shikoni se sa të kufizuar. Hajde ta shikojmë nga afër, pavarësisht se aksidenti ka ndodhur në një pjesë rreth 50 metra më larg. Por as këtu pranë shkollës nuk plotësohen elementet e sigurt dhe të nevojshëm për të garantuar një lëvizje të sigurt të qytetarëve. Shkojmë pak më poshtë. Shikoni vizat e bardha dhe shikoni kangjellat ku janë. Tërësisht të ndryshme nga standardet që kërkohen. Pra, hyrjet e mbrojtura nuk ekzistojnë, korridoret e këmbësorëve nuk ekzistojnë dhe kanalizimi i lëvizjes së këmbësorëve sërish nuk ekzistojnë. Pra, kështu do duhet të ishin standardet e sigurisë në këtë rrugë për lëvizjen e këmbësorëve. Mungon po ashtu kontrolli fizik i shpejtësisë, bordurat e ngritura dhe këtu do kufizuesit e shpejtësisë dhe policat e shtrirë do duhet të ishin në një nivel më të lartë. Pikat të sigurta kalimi mungojnë. Zgjidhja që ekspertët propozojnë është pajisja e këtyre zonave dhe këtyre rrugëve me sinjalistikën e nevojshme të sigurisë. Dhe mbi të gjitha, ndërtimi i një mbikalimi ose një nënkalimi që do t'ju garantonte po ashtu këmbësorëve një kalim të sigurt dhe pa probleme dhe do t'ju garantonte drejtuesve të mjeteve që mos të bëheshin burim aksidenti dhe mos kishin një shpejtësi mjetit e lartë. Shikojnë se si pasi kalohet polica e dytë e shtrirë, makinat kanë tendencë të japin shpejtësi automjetit dhe për t'ju afruar vendit ku ka ndodhur aksidenti, do kuptoni se sigurisht mungojnë. Ja, po të shikoni është vetëm një trotuar shumë i vogël. Një trotuar i cili është vetëm në një pjesë të këtij segmenti dhe këtu e paplotësuar siç duhet, ndërkohë e gjithë fluksi kryesori i qytetarëve që lëvizin vijnë nga pjesa e poshtme. Dhe siç e pa dhe me biçikletën që pret rrugën me një herë dhe ajo ishte një lëvizje e rrezikshme. Një lëvizje e cila mund t'i rrezikojë jetën banorit dhe atij fëmije që po kalonte. Dhe sigurisht ka nevojë për një lloj ndërgjegjësimi. Pas barrierave mbrojtëse, tashmë këtu në këtë zonë nuk ka barriera të tjera mbrojtëse. Siç mund të jenë barriera të tilla apo siç mund të jenë barriera nga ana tjetër. Dhe siç e pa dhe atje, në atë zonë banorët lëvizin me frikën se mund t'ju ndodhë ndonjë ngjarje tjetër. Mungese mbi kalimeve dhe nën kalimeve të sigurta. Dhe këto mbrojtëse janë të dëmtuar, si duket ka patur aksidente të tjera në zonë dhe janë goditur. Ka një mungesë, po ta shikoni për natën, ka një mungesë të një ndriçimi adekuat, të nevojshëm për zona urbane. Përveç asaj llampe atje, asnjë lloj ndriçimi dhe asnjë lloj mundësie që të shquhet se ka lëvizje të këmbësorëve apo të shquhet se jemi në një zonë urbane. Kemi edhe ato mungesat e mekanizmave fizik që detyrojnë reduktimin e shpejtësisë dhe ato mungojnë dhe aty ku janë jashtë standardeve të konsumuara siç e pat dhe pa elementet e nevojshëm plotësues. Kjo
rrugë e paplotësuar kështu konsiderohet si një zonë me risk shumë të lartë, veçanërisht kur bëhet fjalë për praninë e shkollave dhe lëvizjen e përditshme të fëmijëve dhe të banorëve. Se po shikoni edhe nga ana tjetër keni një banor tjetër të zonës, i cili lëviz me biçikletë dhe ai sigurisht i pasigurt. Këtu është vendi ku dyshohet të ketë ndodhur aksidenti. Pra, makinat po të shikoni marrin shpejtësi shumë të madhe dhe qytetari lëviz nga fëmia ka lëvizur nga njëri krah në krahun tjetër dhe normalisht duke e konsideruar këtë si zonë urbane, por tendenca e lëvizjes së automjeteve të cilat vinë nga Elbasani në drejtim të Librazhdit, këtu në këtë zonë po e përsëris, ka tendencë të marrin shpejtësi më të lartë se normat e lejuara të lëvizjes. Po ashtu dhe nga krahu tjetër, përbën një burim potencial rreziku për këmësorët dhe veçanërisht për fëmijët. Dhe të gjitha pretendimet e sjella, edhe nga drejtuesi i automjetit në këtë rast apo të tjerë, do duhet të verifikohen dhe të analizohen në bazë të kodit rrugor, në bazë të elementeve të sigurisë, në bazë të kufizimit të shpejtësisë nga ana e drejtuesit mjetit dhe për të kuptuar dinamikën e plotë të aksidentit. Në këtë rast mund të na ndihmonin kamerat e sigurisë nëse ka patur. Nuk shuhen ndonjë kamerë që mund ta ketë fiksuar, paktën me sy të lirë, policia ka bërë punën e saj për ta verifikuar dhe për të arritur në një konkluzion se kush është shkaku determinant i këtij aksidenti dhe për të mos u përsëritur më aksidente të tilla, minimalisht enti pronar i rrugës do duhet të ndërhyjë. Qoftë autoriteti rrugor shqiptar, qoftë bashkia e Elbasanit. Se si të shikoni këtu, autobusin është dhe një stacion ndalimi për qytetarë të ndryshme. Pra dhe një stacion lëvizje të qytetarëve, ndalim urban, ndërkohë këtu nuk plotësohen kushtet për të patur një stacion autobusi. E jo më të lëvizet në këmbë dhe të kalohet nga njëra anë në anën tjetër dhe normalisht atje ishte pasigurt, pavarësisht se plotësoheshin disa element, këtu është tërësisht e rrezikshme për të kaluar. Dhe siç ja u treguam dhe më parë dhe siç po ja u tregojmë dhe tani, qytetarët lëvizin anës rrugës jashtë perimetrit dhe jashtë standardit, rrugë e ndërtuar jashtë standardit, paktën trotuarët mungojnë. Dhe duke munguar trotuarët, ata lëvizin në një terren ku jeta e tyre në çdo moment rrezikohet. Regjizori dhe producenti i spektaklit Miss Shqipëria, Petri Bozo, drejtuesi i automjetit që përplasi për vdekje të miturin në aksin Elbasan-Librazhd, mësohet se është arrestuar nga policia e Elbasanit. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se gjatë deklarimeve të dhëna në polici, Bozo ka pretenduar se po lëvizte me shpejtësi normale dhe në përputhje me rregullat e qarkullimit rrugor. Sipas tij, pak çaste para ngjarjes, kishte përshëndetur një efektiv policie disa metra larg vendit kritik dhe më pas ishte përplasur me një objekt, pa arritur të dallonte menjëherë se çfarë kishte goditur. Në përpjekje për ta shmangur, ai pretendon se ka devijuar automjetin. Vetëm pasi ka zbritur nga makina, është përballur me skenën tragjike dhe ka konstatuar se kishte përplasur një fëmijë. Edhe pse zona para dhe pas vendit ku ndodhi aksidenti është mbuluar nga disa kamera sigurie, deri në këtë momente nuk raportohet të jenë siguruar pamje filmike që të kenë fiksuar çastin final të përplasjes. Nga veprimet e para hetimore, mësohet gjithashtu se në vend ngjarje nuk janë konstatuar gjurmë frenimi, element që ka ngritur dyshime mbi mundësinë e shpërqendrimit të drejtuesit të mjetit në momentin kritik. Hetuesit nuk përjashtojnë pistën që Bozo mund të ketë qenë duke përdorur telefonin celular në çastet para aksidentit. Ngjarja pritet i nënshtrohet një hetimi të thelluar nga grupi hetimor, i përbërë nga ekspert autoteknik dhe oficer të policisë gjyqësore, të cilët do të analizojnë çdo provë materiale dhe rrethan për të përcaktuar shkakun kryesor të aksidentit dhe përgjegjësinë ligjore.
Ndërkohë në një intervistë të dhënë nga Petri Bozo me 19 dhjetor 2025 për emisionin On the Road dhe publikuar në kanalin zyrtar në YouTube të Top Channel, por rikthehet në vëmendje pas kësaj ngjarje tragjike. Në bisedën me gazetaren Anisa Bahiti, Bozo rrëfente se gjatë jetës së tij kishte përjetuar rreth 20 aksidente, duke kombëgulur se asnjëri prej tyre nuk kishte ndodhur për fajin e tij, pavarësisht pasionit të tij për shpejtësinë. Jam super i sigurt, asnjëherë aksidentet nuk kanë qenë për fajin tim që ta dish, sepse unë jam shumë i kujdesshëm pavarësisht se mund të drajvi çik fast, të drejtoj me shpejtësi, por përgjithsisht respektoj rregullat dhe sinjalistikën dhe për më tepër, njoh shumë mirë mjetin të cilit i hypi. Domethënë, nga pikpamja mekanike nuk e lë mjetin në drejtë të fundit. E konsideroj një gjë shumë kardinale që ai që hypën në një makinë duhet ta njohë mirë kualitetin dhe cilësitë e asaj makine, shprehej ai gjatë intervistës. Në të njëjtën bisedë, Petri Bozo kujtonte edhe një aksident të rënd të ndodhur në vitin 2002 në aksin Elbasan Librazh, pranë urës së Xibragës, vetëm pak kilometra larg vendit ku ndodhi aksidenti i fundit. Ai tregonte se teksa udhtonte drejt Tiranës së bashku me një mik fotograf, automjeti i tij ishte përplasur me një autobus pasagjerësh, aksident nga i cili kishin shpëtuar mrekullisht. Një ngjarje që sipas tij përpaksa nuk i kishte marrë jetën. Bozo rrëfente gjithashtu se sa herë kalon atë segment rrugor, hedh simbolikisht disa monedha për kujtim, si një ritual personal për të larguar fatin e keq që lidhet me ato episod të rënd të jetës së tij.